Po si paaftësi mjaftueshme për të negociuar mes veti për të arritur marrëveshje dhe për ta çuar përpara procesin e konstituimit të organeve të kuvend. Një marrëveshje siç u bë për shembull në rastin e komisionit teknik për votimin e raportit të tij, do duhej domosdoshmërisht ishte bërë tashmë. Aq më tepër që u premtua në vazhdimin e seancës parafundit që do të bëhet një gjë e tillë, nuk u bë. Kjo është thjesht një manovër politike për të mos thënë lojë me elektoratin, lojë me vetveten, lojë me shtetin dhe institucionet e tij, do thosha unë diçka që nuk reflekton as kulturë politike, as pjekuri politike dhe as përgjegjësi për shtetin dhe për qytetarët. Nga të gjithë, pa dallim, natyrisht e para përgjegjësia dhe iniciativa për të ndërmarrë, për të vepruar ashtu siç e do puna dhe dispozitat e kushtetues të ligjit i takon partisë fituese dhe koalicionit saj, por natyrisht asgjë më pak as këtyre tjerëve të cilët në rrugë të ndara me themi manovra politike, me cake dhe them lojra për të mos thënë edhe manipulime të llojeve të ndryshme, pa keqardhje fare nga votuesit e tyre, nga opinioni publik, nga imazhi se çfarë imazhi krijojmë ne si shtet, që po e lavdrojmë veten se jemi demokraci e avancuar në relacion me të tjerët, po sidomos me përgjegjësitë që ka dhe punë të urgjente që ka për të vepruar, për të kryer në këtë shtet nga kushdo që ta merr qeverinë e re. Derisa po them manovra politike, brenda tyre janë edhe çdo gjë tjetër, por për sa i përket inateve dhe hatërmbetjeve, ato janë vazhdimisht, dhe ato po shihen qarta, madje po shprehen për çdo ditë, njëri kundër tjetrit. Edhe pas zgjedhjeve nuk u ndalen, edhe tani nuk po ndalen. Madje edhe brenda anëtarëve të një koalicioni parazgjedhor, shohim gjëra të tilla dhe me veprime shohim edhe koalicionit pasgjedhor të paralajmëruar, po ashtu herë votohen, herë s'votohen njëri tjetrin. Do të thënë një papjekuri totale, një papërgjegjësi totale, një veprim i pahishëm, do të thosha i pandershëm deri në paturpsi.